Bima e kërmave. Bima e kërmave, e njohur gjithashtu si lulja e yjeve të detit, është një specie që mund të gjendet në rajonet e thata të Afrikës Jugore, duke përfshirë Namibin, Botswanën dhe Afrikën e Jugut. Lulëzon në habitatet të thata shkëmbore dhe ka zhvilluar një sër përshtatjesh rezistente ndaj thatësirës për të qenë në gjendje ta bëjë këtë. Zakonisht rritet në toka ranore të drenuara mirë dhe shpesh mund të gjendet në zona të hapura me diell ose të hijezuara nga shkëmbin dhe bimësia e rrallë. Natyra e bimës e lejon atë të ruajë ujin në kërcellet e saj të trasha dhe me tul, gjë që e ndihmon atë të mbijetojë në kushtet e vështira të mjedisit. Megjithatë, gjëja më mbreslënse për bimën e kërmave është lulja e saj, e cila mund të arrijë deri në 40 cm në diametër. Forma e saj është shumë e ngjashme me atë të një ylli deti, me 5 pika që janë të mbuluara me qime të holla dhe shpesh të shënuara me modele. Gjëja më e dukshme në lidhje me lulen që do të vini re në jetën reale, megjithatë, nuk është mënyra se si duket, por aroma e tmerrshme që lëshon, e cila është e ngjashme me atë të mishit të kalbur. Ka arsye të mirë për këtë sigurisht, sepse pjalmuesit kryesor të bimës së kërmave janë mizat. Aroma e lules e kombinuar me strukturën dhe ngjyrën e saj leshore imiton pamjen dhe aromën e mishit, kështu që mizat, duke ngatruar lulen për një burim të mundshëm ushqimi ose vend shumimi, zbresin mbi të për të transferuar polenin nga një lule në tjetrën. Këto lule lulëzojnë kryesisht në fund të verës deri në fillim të vjeshtës, kur mizat janë më aktive, dhe pavarësisht mënyrës së saj mashtruese të pjalmimit, bima është e padëmshme për vizitorët. Mizat, megjithatë, nuk marrin asnjë përfitim nga takimi, pasi lulja nuk u siguron atyre ushqim, por bima siguron me sukses transferimin e polenit të saj.